i vjedh parat buxhetit shtetit, trafikanti minimalisht pak edhe nga deklarata e gazetarit italian, përmes konjunkturave edhe investon qoftë edhe në beton, sikur thotë Antoni. Problemi këtu në Shqipëri nuk është investimi. Ose problemi është më saktë kapja e personave që kanë bërë narkotrafik, investojnë parat. Problemi këtu nuk është tek hedhja te betoni. Problemi është se këtu është betoni është hedh pa asnjë lloj sensi. I zero fare, as në Bregdet, as në Tiranë dhe as kudo. Është fare thjesht, nuk është vullneti as i qeverisë për t'i kapur këto narkotrafikantë. Është amnistia fiskale, sikur se e tha dhe ju, edhe modelin e ka marrë shumë mirë dhe kryeministri nga Italia dhe gazetari italian duhet e di fare mirë, se ata e kanë bërë para nesh, ne sa ritëm do ta realizonim. Pra, futja e parave të PIS ose parave të pa deklaruara, po të marrë sot në Shqipëri, pjesa më e madhe e shqiptarëve asnjë s'përdor karta. S'din me përdor as karta, nuk i njohin as bankat, bitcoinit i duken kështu tamam si diella që e ka prezantuar Rama, nuk e kuptojnë fare ç'është monedha virtuale. Kështu që në kontekst, kurse për rastin e vetëm një sekond. Për Arturin, jo, s'kemi. Arturi është një emër, aty janë disa. Aty janë mbledh gjithë ata që konsiderohen biznesmen apo trafikant shqiptarë në botë. Po, prit pa. 18 janë mbledh në Aruba. Po ka pasi termin usulfatin e Shqipërisë. Dhe zyrtarët e qeverisë bashkë me ministra. Po. I kanë hyrë avion dhe kanë shkuar për të ndashur Shqipërinë dhe për të vendosur mbi fatin e Shqipërisë. Si pra? Nuk e shpjegon ai. E para njëherë nuk ma sqaron dot. E dyta është që edhe Artur Shehu që flet, Arturit Edi Rama i ka dhënë resort të Shqipërisë. Ka nevojë me ik deri në Aruba me marrë vesh ka lidhje pushteti, pra është klient i pushtetit. Ka resort, pra ka kompani zotëria Adelisi. Për një sekondë, kemi bën në Aruba për arsye që nuk e morën atë, absolutisht pa, nuk e ti merru me fenomenin dhe me mënyrën me kohë shteti për ta ndarë Shqipërinë. E njo, po si u ndar për Shqipëria, se ne po flasim për zotëria foli pak në gazetari se termat un kam bezit termat që këtu bën mafia më e madhe se italiane, ç'mafia ka Shqipëria më. Ka eksponent kriminal patjetër, ka organizata kriminale, banda, po thuash mafia. Sa kemi ne banda kriminale, ato i ka ndoshta një pjesë e Sacra Corona Unitas ose çdo mafia tjetër. Mafia, më fal, nuk matet me sasinë antarëve. Se 2 milionë e gjësej. Matet edhe me sasinë antarëve, nuk matet edhe monetare. Jo monetare, as monetare. Monetare është shumë përpara ata, prapë se prapë. Sepse janë vende me 67 milion banor. Kualifikimi i mafias është kur një grup kriminal e kalon fazën paraprake të krimit të rrugës dhe lidhe me pushtetje, thotë. Dhe vendos bën ligje për kazinot, për lërat e fatit, sakton deputetët. Kjo quhet mafia. Dhe kështu mafie në Evropë dhe në Amerikën Latine, nëse do, ka disa dekada që është zhdukur. Pra që zgjedh senatorët, që zgjedh kryetarën e kuvendit, që zgjedh ministrat, që zakton deputetët, që vendosin ligjet siç duhen marrë. Që zgjedh kryeministrin. Që merr gjithë tenderat e bashkive siç ishin këto grupi Elbasanit e EPE, i thoshte shumë vota, ato është bashkia Rogazhini nëse ka vaje, se këto janë gjithë tenderat. Kjo është mafia. Pra nuk ka rëndësi numri. Absolutisht. Sa organizata ke, sa lek bën. Ka rëndësi që mafia quhet kur një organizatë kriminale kalon stadin e veprimtarisë në rrugë dhe vendos bën ligje. Pra kontrollon vendimarrjen e një shteti. Po këto ndodhin. Tere quhet mafia. Absolutisht, po. Okej? Unë besoj se është unë them kemi mafia sepse vendimarrjen e ka mafia në Shqipëri. Ndoshta. Nëse tonë nuk ka mafia, pastaj kjo është se pjesa më e madhe janë organizata kriminale. Bëj një pyetje. Jo, them si kualifikim, definicion, pastaj është ashtu. A di një rast tjetër ose nëse di, ti si do ta klasifikoj kur mbledhen 4-5 baron një komsie, të shpërdar nga gjithë bota, me një ishull, prit, dhe i thonë qeverisë së vendit të tyre, të origjinës vendit të tyre, hypin në avion, hajde këtu dhe bëjmë pazaret ku do investojnë. Asnjë i dënuar prej tyre. Se besoj që nëse gazetari italian do të më zbardhi, ka ky zotëria njifet për këtë, është dënuar për këtë, se fakti se na bjen ne në përditshmëri me taku njerëz që s'kanë asnjë lloj dënimi dhe i bëjmë lidhje që kanë narkotrafikut, kjo është tjetër gjë. Unë nëse ka zotëria prova, jap unë. Mirë, një sekond. Të zbresim nga charteri nga Aruba të vim në Tiranë. Një sekond. Nuk the asnjë dënuar. Jap një rast tjetër. Jo se jemi duke po shkëmbejmë rast. Po. Kanë nxjerr spaku. Ma thot ai gazetari narkotrafikant kujt? Një sekond. Ta sjell dos italianët të sjellin dosjen. Po.
për trafik ndërkombëtar droge. Ç'a droge? Prit një sekond. Ka disa lloje. Orë të sjell. Venezuela nuk mahet për kokainë. Po prit Venezuela mahet për fentanyl dhe metafetamin. Andrej, mos bëjmë si ekspert Kolumbia, mos bëjmë si ekspert drogash, nuk ka rëndësi se çfarë ekspert drogash, unë po them. Nuk ka rëndësi se çfarë malli, çfarë mjelli përdor dhe kryeministri. Prit një sekond. Të vjen dosa italiane. Të bën konferencën e jashtëzakonshme Spaku. Të del prokuror kryetari drejtuesi Spakut. Të shpall personat në kërkim. Personi kryesor në kërkim për dosjen e trafikut të drogës, që e konsideron sukses të madh Spaku, pasi shpahet në kërkim dhe nuk arrestohet dhe është i lirë po në Shqipëri, kryeministri i vendit, jo vetëm që i jep leje disa kulla. Një sekond, jo vetëm si jep leje disa kulla, por e merr dhe kompaninë e presidentit francez ku ka ndikim dhe e bën nërtak me të. Po çime, po sa të ka rënë ty për pjesë që të rish me politikanë që mund të kenë rënë në burg, të janë arrestuar? Çdo të thotë, je pjesë e pazareve me to? Një sekond, ka lidhje kjo shumë. Nuk ka lidhje, lere këto që, po një sekond pra. Unë besoj që nuk mund të ndahet. Ti je dakord që ata ti marrin vendimet me qeverinë shqiptare? Jo, më nuk jam dakord. Po them të, unë do të më thuaj, gazetari do të thotë kush janë vëlla këta, çfarë narkotrafiku bëjnë, cila droga që kalojnë, përmes kujt e kalojnë. Ku e çojnë? Po ti pret nga ky, ti s'ke lexuar tash. Jo, pra se nuk e kam. Unë po ta thash dhe ai sa pash. Librin jo, po edhe kronikën. Ti nuk di gjë tani. Lërë kronikën. Absolutisht, po. Që dosjet që kanë ardhur ndërkombëtare. I di mor o Amandi, po i di më shumë kokainës vjen nga Unë jam dakord me çdo gjë që flitet. Shqipëria, jo që flitet nuk janë fakte. Po nuk mund të them unë që këto 4 individ, o Mandi. Jo këto 4 individ kanë shkuar atje, kanë takuar 4 baron droge, mund të kenë qenë barbon siç e the ti që në fillim. Mund mos kenë qenë fare baron. Problemi i Amerikës janë këtu. Po atje ka rrit pazarin. Nuk ka rëndësi më, sigurisht. Lajmi ishte që prokuroria Toskanës ka pasur përgjim 3-4 eksponentë shqiptar trafiku drogës dhe i kanë rezultuar në një moment caktuar që kanë qenë Aruba. Ka pasur përgjim, po asnjë akuz. Mbaroj se Antonin e bën dëgju. Jo, vazhdo. Po vetëm diçka Anton ta shtoj për çështjen e debatit. Venezuela nuk trafikon vetë kokainë merr nga Kolumbia, prit. Edhe është thjesht rrugë, po prit ka shumë rëndësi. Gjithë problemi që kanë ndodhur me Amerikën ose debati që bëhet me Amerikën, dhe me votën është për fentanil. Është bërë një emision fare tonë se mos bëhemi si emision. Ne kemi ardhur ne transportojmë kokainë. Nuk po e citoj. Po. Do bëj një kur u kapën 600 ton drog. Po, e di. Në Tiranë kokainë. Dhe u bë një debat si kjo puna që në Venezuela bën kokainë apo metafetamin. Dhe aty bëjnë debat, shiko thoshte njëri se italianët kur e kapin Gjelova nuk e lënë vinë në Shqipëri, po e mbushin me miell, dhe sjellin miell. U hap debati, jo thoshte njëri, kanë bërë me allçi. Dhe hiku faktin që Shqipërinë 600 ton kokainë, kupton? Po morën çfarë prodhon Venezuela dhe Ekuadori, hiku shpëtoi prapë në Rama. Emision edukativ. Informativ, Wikipedia. Nëse bëjmë dot pjesë mos. Kur Edi Rama mori Arben Dogën e bëri deputet. Nuk isha asnjë dënim Arben Doga. Po ne i thoshim, ky njeriu ka lidhje me krimin, ke futur njerëz të kanë ndruar emrin ka ndruar dhe mos i marrin me emrat gjithë ata të bëjnë që bëri kryetar bashkia Kavaj. Të gjithë këta, vërtet mos s'kan qenë të dënuar ata, nuk kemi ne. Po kështu funksionon shteti më. Po, nuk e ndalon dot dia unë. Gjithë e din. Po s'e ndalon dot dia unë. S'e ndalon dot më shumë tjetër. Patjetër pra. Po ti do thuash ke drejtën e fjalës, po nuk e ky nuk lejohet. Do jemi ne? Patjetër po me ty. Ti do thuash me ty apo patjetër zbulojmë gjë. Atë po them dhe unë, që është kriminal, po nuk e lejon dot. Nuk e bën dot kriminal pa vendim formos shpreh. Ti ta bësh kriminal, nuk e ty politik kjo. Ne flasim. Nëse ti je prokuror, profesor i gjykatës kushtetuese, rregull. Jo, bëjmë debat. Jo, ne nuk arrestojmë asnjë me pranga. Ke të drejtë zotë prokuror. Vi me pranga në studio. Nuk dënoj. Erionit e kishte arrestuar. Ne themi që ka njerëz janë të papërshtatshëm për të futur politikë në parlament. Po kë kemi nuk